do të atë pjetën. Edhe ky kuvend, absolutisht, ky kuvend çfarë tregon? Që i vetëm të atë pjeta është e pushtetit, po ky kuvend tregon që për fat keq është në të atë pjetë edhe shteti, sepse parlamenti është katandisur në një noteri i akteve korruptive dhe kriminale që kreu narkos ju sjell këtu ju. Ligjvënsi është bërë liliput i ekzekutivit dhe s'ndodh kund në botë përveç se në narko regjime. Pushteti, gjitha pushtetet janë në shërbim të Ayatullah Surrenit. Nuk ekziston, nuk merr frym asgjë tjetër në këtë tokë për jashtë Ayatullahut dhe vullnetit të tij. Por e përsëris jeni në ilegitimitet të plot, ilegitimitet total, sepse ju e lidhni fatin tuaj me lëkurën e kreut të narkosit. Tani e kujtoni kur filluat fushatën, fliste për integrimin. Edhe një minutë. Fliste për integrimin, kreu i narkos. Ku e keni integrimin? Sot e harroj integrimin. Duam bashkim ekonomik, tha. Integrim nuk duam. Ju premtoj, i mashtroj shqiptarët, i bleu. Çfarë s'bëri? I është mekur edhe goja, sepse Rama sot është në hall. Dhe ju nuk ja zgjidhni dot hallin, pavarësisht kartonave. Fasada juaj nuk mund të ndalohet. As mund të ndaloj asgjë nga rrogullima që keni nisur. Por po ja u them një gjë. Nuk keni të ardhme as ju as ky vend me Edi Ramën. Ai do të ikë. Me këtë qeveri nuk mund të ketë kur standard europian. Se s'mund të rri kur bashk standard europian me standardin e drogës, me standardin e hajdutrisë tuaj. Edhe 30 sekonda. Sot pra Shqipëria është peng i një njeriu të vetëm, i cili po bën gjithçka e përsëris për lëkurën e tij. Të gjithë të tjerët çfarë janë? Obortar, sejmen, të emruar dhe të komanduar. Ndaj ka vetëm një mesazh. Largimit i Edi Ramës dhe i bandës së plashkisëve të tij për të rikthyer legitimitetin jo thjesht pushtetit, por edhe shtetit. Çdo ditë që qëndron ai aty është keq për Shqipërinë dhe është keq për shqiptarët. Largimi i tij është shpëtimi i një populli, shpëtimi i një shteti nga falimentimi, rruga e vetme për ta shpëtuar Shqipërinë nga asgjësimi. Ditët tuaja po numërohen, mos mendoni se kartona do t'ju mbajnë gjallë, edhe këto kartona do t'ju digjen siç ju janë djegur shumë gjëra të tjera dhe fundi juaj është shumë i shpejtë. Zonja Spiropali, fjalën për replikë dhe të përgatitet zonja Selami. Flamur, fytyra dhe veshja është e jona dhe po përfitoj nga fakti që si ti ashtu edhe Saliu përmendët fustanet dhe ngjyrat e tyre, për t'ju thënë se unë jam veshur me të bardha e do vazhdoj të vishe me të bardha, se unë s'kam bërë turp, i kam bërë vetëm derë Shqipërisë, brenda dhe jashtë. Dhe në fund ajo mbetet, kështu që secili duhet i bëj llogarit me turpin dhe me nderin. Fjalën e ka zonja Selami. Nderuar në përgatitje e kuvendit, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Nuk është e rastësishme që teksa na ndan fare pak nga 7 marsi, dita simbole e mësuesit dhe arsimit, vim para jush sot me 3 nisma të rëndësishme për sistemin arsimor shqiptar. Këto nisma janë vazhdimësi e politikave që qeveria shqiptare dhe Ministria e Arsimit kanë ndërmarrë për të rritur cilësinë e arsimit, për të motivuar mësuesit dhe për të mbështetur nxënësit dhe familjet shqiptare. Qëllimi ynë është i qartë, një sistem arsimor më cilësor, më gjithëpërfshirës dhe më i përshtatur me sfidat e shekullit 21. Nisma e parë lidhet me trajtimin financiar të një kategorie mësuesish të punësuar në sistemin arsimor përpara datës 1 mars 2017.
Për shkak të ndryshimeve në legjislacionin e pagave dhe në strukturën e diplomave universitare, një pjesë e tyre pa ulje të shtesës për nivelin e kualifikimit, edhe pse këtë trajtime kishin përfituar prej vitesh. Me këtë projekt ligj ne garantojmë respektimin e të drejtave të fituara dhe mbrojmë parimin e sigurisë juridike, duke harmonizuar trajtimin financiar të këtyre mësuesve. Nga kjo nismë përfitojnë 6.761 mësues në të gjithë vendin, ndërsa efekti financiar është rreth 203 milion lekë në vit. Kujtoj se në korrik të vitit 2024, pagat e punonjësve të arsimit pësuan një rritje historike, duke e quar pagën mesatare të një mësuesi në rreth 950 euro. Sepse investimit e mësuesi është investimit drejt për drejt të cilësia e arsimit dhe të ardhmja e vendit. Nisma e dytë lidhet me shtrirjen dhe formalizimin e programit pas shkolle, një kërkesë e kahershme e prindërve dhe mësuesve. Ky program synon të ndihmojë nxënësit në përforcimin e njohurive, të zhvillojë aftësitë sportive, artistike dhe krijuese, si dhe të ofrojë një mjedis të sigurt për fëmijët pas përfundimit të mësimit. Programi përfshin mbështetje mësimore, aktivitete arti dhe zejesh, si dhe veprimtari sportive, duke krijuar mundësi që nxënësit të zhvillojnë talentet dhe aftësitë e tyre përtej klasës tradicionale. Për vitin 2026, qeveria ka planifikuar një fond prej 500 milion lekësh, i cili mundëson zbatimin e programit në rreth 925 klasa në gjithë vendin. Nisma e tretë lidhet me rritjen e moshës së qëndrimit në shkollat e specializuara për nxënësit me aftësi të kufizuara nga 19 në 21 vjeç. Ky ndryshim synon të përmirësojë procesin e edukimit, aftësimit dhe integrimit të tyre në shoqëri. Aktualisht në qendrat burimore dhe në shkollat speciale janë rreth 450 nxënës me aftësi ndryshe, ndërsa numri i mësuesve ndihmës ka arritur në rreth 2670, ndërsa ai psikologëve dhe punonjësve social në shkolla është rreth 1183. Këto masa tregojnë qartë vëmendjen që po i kushtojmë arsimit, gjithëpërfshirës dhe mbështetjes së çdo fëmie. Këto tre nisma janë një tjetër hap konkret drejt një sistemi arsimor më cilësor, më të drejtë dhe më gjithëpërfshirës, sepse investimi në arsim është ai i investimi sigurt për zhvillimin e vendit dhe për të ardhmen e brezave që vinë. Në këtë prag festash, dua të përcjell dhe një përshëndetje të veçantë për të gjithë mësuesit. Gëzuar 7 marsin të gjithë mësuesve për përkushtimin dhe misionin e tyre fisnik, si dhe gëzuar 8 marsin për të gjitha mësueset, nënat, bijat dhe vajzat, që kontribuojnë çdo ditë në edukimin dhe formimin e brezave të rinj. Faleminderit. Zoti Baçi, keni fjalën, të përgatitet zonja Luarasi.